edhe kush ka qenë. Çka nëse nuk zbuluan gaz? Po jo, nëse nuk zbuluan është foj jo sepse të dinë opinioni publik. Na këta akuzën ndaj shqiptarit, Recep Selimit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, nuk ekziston asnjë rresht për vrasje politike në Kosovë. Hiç mos u ngotni. Ka dalë. Na këta akuzë, ajo nuk është, ajo gjyka. Nëse se kena këta akuzë Po ja, shumë më dënu. Mirë, po ç'është. Nodhëm krime. Ti mos më thonë që kena vjedhur me ndaj marketa mos. Mirë, tek mirë kishëm, po ti ku po din që s'kemi këta akuzë atëherë në proces. Ka dalë diku 14 vjet ka minimumi 14 vjet ka me zgjat ky proces edhe kanë mu përgjigj. Çfarë rekrutuan ai tjetër gazeti si gjallë 14 vjet. Ane, hiç ka. Pra, do gjini për gol. Këta 14 vjet si gjallë as ata. Mirë. Ane skolidh, po edhe ja bëni pyetje tjetër. Ju të dy jeni ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës? Apo? Po. Jo. Jo. Po ska pas çfarë bakose në çat vend ka qenë. Po diunë. Çish mendim vetëm të mos i ushtarë ushtrisë ligjore të Kosovës kur Gazmend Alilia në për studio televizive i ka thonë drejtorit të drejtorisë politike kriminal. A njeh veten si kriminal ti? Ja, si kriminal. Unë e ke thonë tonë po. Unë thonë dërmore për bashkë. Ja ke thonë kriminal ti. Unë talshoj video. Mos e talshoj video. Ja. Mas pare. As kur dëbë do të thonë kriminal. Pas vrasjeve politike ke thonë qendron Hashim Thaçi edhe është kriminal. Ç'të veç fjalë fund se komo ti krejt. Do të më thonë promotori i kryesor rrasë politike, mirë, po jo kriminal. Se nuk e thanë kërkuj. Edhe kur të nuk e thanë, se shprehje nuk e thanë asnjë. Gozi i ka ndoshta arsye të veta, po prapë tham e shfrytëzon lirinë e shprehjes, në 40. Po si jurist, edhe si koleg, tash s'pe tham le ti demanton, le ti tërheq. Po nuk ekziston asnjë fakt që Hashim Thaçi është promotor i ndonjë vrasje politike. E për çka u mojt atje? Hashim Thaçi deri me tani edhe deri sot po është i pafajshëm dhe s'ka kur asnjë provë deri me sot se ai është inkriminuar ndonjë krim apo ndonjë vrasje politike. Jo Hashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Jakub Krasniqi, as Recep Selimi. E këta njerëz ka murmurim apo? Ata mbesin vetëm në nivelin pretendimit dhe nina jo ofendumur. Nëse më vete, nina jo ofendum që ka edhe dëshmitar, ndoshta edhe shpjestar të QK-s, që janë të gatshëm me dëshmuar ndoshta ose kanë dëshmuar edhe më të specializuara, po është çështje e tyre, është çështje ndërgjegjës së tyre. Mirë po, deri me tani nuk Sulejman Selimi ka qenë motive tjera politike, personale, familjare, po nuk besoj ndonjëherë që komo mujt Hashim Thaçi mu vërtetu që ka marrë pjesë në vrasje politike. Komunikata nuk e besoj atë. Armenia. Dhe është keq për vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës se fundi ka qenë edhe udhëheci vet Gallzit. Domethënë ka qenë drejtor politik i UÇK-s. Dhe ky nëse ka pas prova gjatë luftës, ka mujt atëherë pa u bë shteti, ndoshta më ndërmor mosa edhe vet. Po. Se i ka pas kaloshin në gjik këtu. Po edhe sot më kishin gjindë as esh në ata smua as familjes sem as kërku jo i dini rrethonat në përcjell kum kaluan ato vetëm se i kom sepse këta në momentin që kanë po që po tregon diçka të kanë prit vetuat, kanë prit pluma sikur breshni. E ki të kalojmë pak edhe tek varrimi ish president Hashim Thaçi që thashë më herët, po në varrim isha prezant edhe vetë që familja e Shari nuk mori pjesë. Çka mendoni ju për këtë? Unë për vete, familja e Shari është dëmo legjenda ose themeli i moralit tonë kombëtar. Edhe kam raporte personale sidomos me bekimin. Nuk pajtona, nuk mendoj që ekziston një arsye kur fare heq, edhe është në traditën shqiptare, ti shpreh ngushëllime shokut, mikut apo e shokut, edhe kur je ndoshta ju raporte të mira ose ki je prish për interesa ndoshta të tjera, është për veti po nina shumë keq, pse familja Jashare nuk ka shku në vorrim dhe as në ngushëllim, as një pjesëtar i familjes Jashare. Nuk e vlerësoj pozitivisht, duhet që familja Jashare të jetë simbol i unitetit, edhe ta luaj këtë rol edhe në pikëllim, edhe në gëzim. Prandaj, sa jam vogëlsia jame, por e kisha sugjeruar Basri Rifat, edhe krejt ata pjesëtar madhor që të shkojnë në ngushëllime, sepse Haxhi Thaçi është baba dhe prindi i Hashim Thaçit, i cili askush s'mund ta marrë se ka qenë dhe është lider i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ish president, edhe e ka shpall pavarësinë, edhe e ka udhëheq Kosovën në proceset më të rëndësishme jetësore, edhe shtet formuese, edhe të lirisë, edhe nuk përsëritet, ma nuk rishkruhet ajo. Prandaj familja Jashare nuk ka asnjë arsye të shmanget në rast pikëllimi familjes Thaçi, sepse po krijon shije të keqe te na që jena rrit e na po ploku me vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. A ke pas? I tham Basri Rifat
le të shkoj, le të shpreh ngushëllime, se nuk shohim në asnjë arsye në qenë. A ke pa së rast me ndëgju aferën e Klorit Prenta? Çfarë do të thonë? Ato janë i arzakonisht trishtosh dhe të pafalshme. Për shembull, çka? Ato i përmend djalja Demjasharit dhe fyë djalja Demjasharit. Do thotë njerëzit nuk i harrojnë. Unë as nuk e përkrah, as nuk e kam shkas mos shkaj, punë të vetë, është i pavarur. Edhe është në moshë sa dushi, sa i ka, dikon 70 vjet. Pse thua në fjalë thu familja Jasharu la vet, e ke thonë për shumë studio televizive gas. I kam më thonë gjithë. Pse? Çka i kiti familja Jasharu se më thonë më herët kush e re? Edhe na, edhe familja kolegut, edhe familja Jashari jemi një gjako. Prekaze pjesa tjetër si ka kur gjo. Dhe lushtak ata janë torë, sot nuk kam bëme me familja Jashari absolut. Na jemi ata, na Halilajt, një pjesë e Abris që ban pjesë kolego. Ne jemi si na martu kur jemi shumë tavër, kena pas shumë tanë mes vete. Mirë po ai, jo që është lo vet, po nuk di me çfarë fytyre mund me dalë tash njerëz me thonë jemi konstruktiv bashkëfetar ti qysh me çfarë logjike. Derisa ato janë djegë dhe fëmia, për zgjallë. Këta tu i pi çaj pe i kodrave atje, tu i bo filma, tu i bo skena dhe në fund jemi konstruktiv. E kam revolën e homës e kam ta dirë. Po kur ka prej pas më po, mirë po ne e dim vedëm ingjezimin e komandanta Demjashari po besa besni beski me thonë çka të ndodh me shkuan e për shuk, ja vash i farani mi po ton ka pak. Mirëshën të folo ka me bo kushvesin, besa ta një beski me thonë, çka të ndodh me gjithë bashku. Çka ndodhi veç me familjen e tij deri e besarta e vogël, që u djeg aty u vra, mos të shtin emocione njerëzit ashte, ndërsa shokët e tij tu qit kopolla prej kodra dhe bashkë do kam qenë shokja Demjashari jo. Ke qenë një njëri që ja ke shfrytzuar o ka qenë, sa ekonomikisht ka qenë mirë, pastaj kanë përfituar në emërti dhe kanë lënë vetë me gra me fëmijë. Edhe janë njerëzit më të tosh, më ata që thonë janë kon bashkëfetar artistës, janë kon. Janë kon nuk janë shkukaret, po kur ort puna. Më janë ngrej koma dhe me ndihmu, nuk janë kon atuacion. Pse? Se kanë ikë me shpejtësinë e kampionit. Po ti thon, ky tha pak më herët që kushëre, do të thonë ke bie që edhe goze ka lënë vet. Unë se kom lënë vet se gazet me qenë konkret, edhe me qenë shumë real para krejt njerëzve, nuk solan dëgjojnë. Gaze deri janë vrasë që ka ditë që ekzistojnë kon. As i kum pasur në shok, as i kum mos as. Bile ata bile shumica e kanë ditë që ekzistojnë, ti se pas ke ditas që ekzistojnë. Ja, as i kum pasur shok, as kum pas, s'kam revolet Homzës, as më ka thon gaz ty kam besim se s'u kanë gjë vërtet. Për ta s'kum ekzistuar. Unë aty për herë të parë kam shku mas luftën për kaz. Mirë, por nuk tham se don kisha ik. Kisha ik e don. Mirë, pa garantë se pas kosha këtë don kisha ik. Po nuk kisha thon mas anej jam bashkëtar ti, kisha thoj jam ko po komik. Po ju më thon jam ko, e sujtave jo, i hinje ko po ja dal. Sa devi ju ka thoj, ç'ta heker për mua pa vjen, për familjen e rreth këtu. Janë çukanik. Po janë ata që kanë ikë, më